Dy ushtarë amerikanë janë qelluar për vdekje nga një kosovar i armatosur në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani, raportojnë autoritetet vendase. Këta të fundit nuk përjashtojnë as mundësinë e një lidhje terroriste. Personi i cili vrau dy ushtarë dhe ka plagosur rëndë të tjerë, sipas informacioneve është nga Kosova, tha ministri i brendshëm i shtetit të Hess Boris Rhein. Incidenti ka ndodhur kur është sulmuar autobusi që transportonte ushtarët amerikanë. Nuk është e qartë nëse sulmi ka ardhur nga brenda autobusit apo nga jashtë. Ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi ka konfirmuar për agjencinë e lajmeve Associated Press se policia gjermane e ka identifikuar të dyshuarin si Arif Uka, qytetar i Kosovës nga Mitrovica. I dyshuari gjendet në paraburgim. Burime gjermane raportojnë se i arrestuari është i moshës 21 vjeçare. Wir kennen die Details bis jetzt nicht, aber ich möchte meiner Bestürzung. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka dënuar sulmin dhe shtoi se vendi i saj do të bëjë gjithçka që është e mundur për të hetuar deri në fund sulmin ndaj autobusit të ushtarëve amerikan. Ushtria amerikane ka një numër bazash në rajonin e Frankfurtit.